Kryekomisioneri Ilirian Celibashi në një komunikim publik të njëjtë në prezencë të gazetarëve ka folur në lidhje me procesin e votimit e deri tek mbyllja e tij. Celibashi deklaroi se platformat e KQZ-s janë sulmuar kibernetikisht gjatë procesit të zgjedhjeve të 11 majit. Pjesë e këtyre sulmeve ka qenë edhe platforma elektronike për regjistrimin ose siç njihet shkurt PER për regjistrimin e votuesve nga jashtë. Këto sulme kanë ardhur nga jashtë vendit, deklaroi Celibashi, dhe kanë qenë të sofistikuara. Mund të bëj publike sot që platformat e KQZ, duke filluar nga ajo e regjistrimit të votuesve nga jashtë, janë gjendur në sulme kibernetike. Kemi komunikuar me institucione përkatëse, si ato të sigurisë kibernetike dhe ato që lidhen me ndjekjen ligjore të këtyre rasteve. Sa herë që janë evidentuar, kemi 192 milion kërkesa të regjistruar në 7 ditë. Kemi patur pikun për 5700 kërkesa për sekond. Nga të dhënat që kemi, rezulton se një pjesë e madhe e këtyre sulmeve kanë qenë të organizuara dhe të sofistikuara dhe jo rastësore, të gjitha nga jashtë, kanë qenë të krahasueshme me sulmet që kanë patur vende të tjera për situata të ngjashme, si Franca, Gjermania apo Estonia, u shpreh Celibashi.